sepse ka momente kur e vërteta qëndron pakic dhe megjithatë mbetet e drejtë gjithherë. Jo për shkak të zërit që ka sot, po për shkak të kohës që e vërteton atë nesër. Numrat ndryshojnë, mandatet kalojnë, pushtetet vijnë e shkojnë, por bindjet tuaja që mbështeten në parime nuk plaken dhe nuk treten. Ato nuk kërkojnë shumicë me njëhershme, sepse historia jep të drejtë atyre që dinë që ndrojnë edhe kur janë pak, edhe kur janë vetëm, edhe kur janë kundër frymës e shumicës. Dhe për këtë arsye ne qëndrojmë. Jo sepse jemi në rol politik, por sepse besojmë se drejta nuk humb vlerë kur mbetet pak. Ajo vetëm pret kohën e saj. Dhe sot lind nevoja për qëndruar, jo përballë një qeverie të zakonshme, po përballë një pushteti që i ka të gjitha, numrat, institucionet, mjetet dhe kohën. Dhe mbi të gjitha përvojën e zymë të 5 viteve të shkuara, me fjalë shumë e pak rezultate. Të qëndrosh përballë këtij pushteti nuk do të thotë kundërshtim i verbër. Sa për